në këtë edicion do të ndiqni. Hasi i Shqipërisë e hasi i Kosovës bën bashkë për të nderuar dëshmorët. Edhe përpjekja 26 përfundoi pa sukses. Deputetët vazhduan me avazin e vjetër, votuesi të shqetësuar për neglizhencën. Një kurban në Bashkinë Islame të Kosovës mund ta blesh 180 euro, ndërsa në tregun e lirë deri në 250 euro. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Hasi i Kosovës dhe hasi i Shqipërisë u bën bashkë sot për të nderuar dëshmorët e kësaj zone. Në memorialin e dëshmorëve të UÇK-s në Has u vlerësua lart kontributi të rënëve për lirinë e vendit. Aty u kujtua edhe qëndresa dhe heroizmi i hasianëve në periudha të ndryshme historike. Për nder të dëshmorëve të kombit të rënë gjatë luftës në Kosovë në memorialin Porta e Lirisë në Has është mbajtur aktivitet përkujtimor. Të pranishëm ishin familjar të dëshmorëve, qytetarë nga të dy anët e Hasit, nga Kosova dhe Shqipëria, por edhe përfaqësues institucional. Sot në 26 vjetorin e përkujtimit të gjithë dëshmorëve të Hasit të kombit, gjendemi për t'i nderuar veprën dhe sakrificën me sublime që bën bitë dhe bija të Hasit. Hasi dha një kontribut jo vetëm në shirimin e Kosovës, por në të gjitha etapat e historisë, duke shkuar atje larg kur edhe u bë themeli i shtetit shqiptar në vitin 1878 në lidhjen shqiptare të Prizrenit, ku kishte përfaqësues edhe nga Hasi. Nën kryetari i komunës së Gjakovës, Flamur Fetahu vuri theksin se kujtimi i tyre është amanet që ne të punojmë për drejtësi, barazi e jo vetëm. Dëshmorët tanë nuk kërkuan lavdi, ata kërkuan liri. Ata nuk kursyen asgjë për dheun dhe sot ne gëzojmë frytin e sakrificës së tyre sublime. Kujtimi i tyre është amanet që na obligon të punojmë për drejtësi, barazi, zhvillim, me përkushtim të njëjtë siç ata dhanë jetën. Hasi i Kosovës e hasi i Shqipërisë u bën bashkë sot për të kujtuar rolin historik të këtyre dy zonave, si shtyllat e rezistencës kombëtare në të gjitha periudhat. Dëshmorët janë ata të cilët kanë kontributin më të madh, ata janë themeluesit e shtetit Kosovës. U tha këtu se liria nuk dhurohet, por fitohet dhe është fituar me gjakun e dëshmorëve. Kosova ka derdhur gjak dhe e ka fituar lirin, prandaj edhe sot jetojmë në lirin bazë të gjakut të derdhur të dëshmorëve tonë. Në nderim të sakrificës së të rënëve për lirinë e vendit, sot nuk munguan as homazhet dhe kurora me lule për luftëtarët e lirisë. Që nga 15 prilli, deputetët e Kosovës janë mbledhur çdo 48 orë, por edhe përpjekjen e 26 nuk kanë arritur ta bëjnë konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Këto dështime të një pasnjëshme kanë irrituar shumë votues, të cilët thonë se këto veprime janë as pak të hijshme dhe janë lodhur me ngjarjet e fundit. Seanca të 2 minutëshe tashmë janë bërë të zakonshme pasi s'po ka lëvizje të gjërave në Kuvendin e Kosovës. Zhagitja formimit të legjislaturës së 9 sot arriti për të 26 herë të jetë temë e ditës. Deputetët po akuzojnë njëri tjetrin për blokadë institucionale tash disa muaj. Nga lëvizja e vetëvendosje, Albulin Haxhiu tha se nuk e mohon si zgjidhje mbajtjen e zgjedhjeve të reja në rast se mbahet peng dhe nuk konstituohet kuvendi. Partitë politike të dëgjohen, të shohim se cilat janë propozimet e tyre për datën e mundshme të zgjedhjeve lokale, por nuk përjashtohet si me thënë situata ku mund të mbahen të dyja bashkë. Ne nuk jemi kundër si lëvizjeve vendose, nuk është ky qëndrimi jon primar, por në qoftë se mbahet peng dhe nuk konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, atëherë e vetmja zgjidhje tjetër janë zgjedhjet. Edhe një qytetar është i bindur se pas gjithë kësaj situate do të shkohet në zgjedhje të reja. Mirë hiç.
ata veç që përshojnë për paraqitën që aty dhe përsi. Edhe sot do dota që bje dhe president jam duket aty. Me që atu dotën e zgjedhjeve lokale. Mirë hiq, valla. Hiq. Me pas, gjithë qysh kanë me shku të zgjedhje treja. Mendimin ta me komune. Qështu nuk bën mu, nuk bën. Na ka lodhë poplin. Me premtime, mas shumë ti penalizohem qytetarët. Se shkoj 3 muja, 4 muja u bon, të shkuj zhag, valla bol mode. Gjithdo sa ka kufinin e vetë. Ne jemi lodhë me këtë shtetë, me këtë qeveri e shola bëhet mirë. Ndërkat që një tjetër thotë se i gjithë faji është i popullit që nuk reagon për këtë ngecje institucionale. Mendimi jam është kjo. Unë nuk dim dhe kur marron kjo maraton, si më thonë, e unitetit, përqarja. Neve nuk në vynë përqarja. Që tash ma fort se kur sukër bukën e gojet që i hajmë, dojmë me pas bashkimit, më bashku. Këtu nuk jenë këta fajtorë sa jemi na si popull. Këtë populli duhet më mledhe dhe mi thonë bolë që tash o bolë. Me këtë që ka përveprojnë këta, dhe më thonë njën kundra popullit dhe kundra shtetit. Kur edhe sovrani fjallën e vetë në kësaj votës lirë, e të regoj edhe bota dhe Evropa, thonë shumë bukër, shumë mirë, e ta shta mes të shkelin këto parime. Seanca radhës do të mbahet nesër e jo siç po ndodhet zakonisht pas 48 orësh. Partitë politike kanë përfunduar takimin me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani këtë mërkur. Përfaqësuesit e partive politike pjesëmarrëse në takim propozuan datat 5, 12 dhe 19 tetor, ndërsa në reagimin e presidencës së Kosovës thuhet se presidenti Osmani ka dëgjuar qëndrimet dhe propozimet e subjekteve politike dhe në ditët në vijim do të caktojë datat e mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Veterani i UÇK-s Zylfi Tejecin nga fshati Gorozhubi Hasit, i zhdukur që nga 23 janari i këtij viti, nuk është gjendur akoma. Përveç makinës që është gjetur me gjurmë gjaku, ende nuk ka asnjë gjurmë tjetër. Kështu ka bërë të ditur kryetari i OVL-s UÇK në Has, Xhevdet Thaçi. Veterani i ushtrisë ndërkombëtare të Kosovës Zylfi Tejecin nga fshati Gorozhubi Hasit që nga 23 janari i këtij viti rezulton i zhdukur. Përpos një veture që është gjetur në lidhje me këtë rast, ende nuk ka gjurmë të Tejecit që nga ajo datë. Kështu bëri të ditur edhe kryetari degës së OVL UÇK-s në Has, Xhevdet Thaçi. Po bon tash 4 muaj, nuk ka asnjë informacion, do të thotë gjitha zhvillimi kanë shku siç janë deri tani, veç makina që u ka gjetë, kerri flitës që u ka gjetë me gjurmë gjaku. Sepse edhe policia e presidentit e kanë marrë disa gjurmë aty. Ai thotë se familjarët e Tejecit janë të lënduar dhe të shqetësuar për zhdukjen e tij, të cilët po përballen edhe me paragjykime të shumta. Unë vazhdimisht kam kontakte me djemtë e tij, me 2 djemt. Ata janë të shqetësuar edhe ka lloj paragjykime që nuk dihet përfundimi se çka do të del, po njën më shumë të lënduar përveç dhimbjen që kanë, që ka zhduk prindi tyne. Edhe në animi shumë keq sepse është duk një luftari është islëmtar të Kosovës, nuk është kaq e thjeshtë. Sipas Thaçit, ende mbetet e dyshim në zhdukja e veteranit Tejeci, pasi sipas tij ka kamera, gjithandej dhe vetura është gjetur në pej. Është pak mohabit sepse kur gjendet kerri makina bën 2000 kilometra edhe në Kosovë çdo metër thuaj se kem kamera, me gjestion në prononcimin e parë kam dhënë për mediat, që kanë treguar se kerri nuk ka mund televiz sepse ka pas kamerën dion prezident Gjaku, po gjet kerën pej, pej. Përveç të tjerash, ai thotë se ky rast duhet vazhduar të hetohet nga organet përgjegjëse. Ashtu si vitet e shkuara, edhe këtë vit Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës ka vazhduar me traditën e shitjes së kurbanëve në shënim të festës së Kurban Bajramit. Kryeimami Visar Koshi tha se çmimi për një kurban është 180 euro. Në vigjilje të festës së Kurban Bajramit, qytetarët kanë nisur të interesohen për therrjen e kurbanit. Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakov edhe këtë vit ka përcaktuar çmimin për 180 eurosh për një kurban. Kështu ka bërë të ditur Visar Koshi, kryeimam në BIK Gjakov.
Çmimi si vjet është 180 euro për një kurban. Kurbani prehet për një familje, mund të prehet edhe për ndonjë qëllim të dikujt të cilët ka bërë një jetë që të prej kurban për veten e vet. Këshilli i Bashkisë Islame në Gjakov, por jo vetëm në çdo këshill dhe në çdo zyrë ton, pranojmë do thotë porositë e tilla, nga mëngjesi nga ora 8 deri në ora 15. Norma që furnizohen edhe me dëftesat, të cilat e dokumentojnë do thotë qëllimin e atij personi me emën, me mbiemën, me numër, me gjitha ato. Për ata që bëjnë porosin përmes bikut, therrja kurbanit nuk kryhet në Kosovë, por jashtë saj në vende që ofrojnë kushte optimale për ruajtjen e cilësisë dhe respektimin e normave fetare. Therrja bëhet jo në Kosovë, po bëhet jashtë Kosovës në një shtet evropian me kushte jashtëzakonisht mira, edhe sa i përket domethënë cilësisë së mishit, por edhe cilësisë dhe rregullave islame, sepse aty qëndron një ekip i veçantë i Bashkisë Islame derisa të kryhet krejt procesi i kurbanit. Mishi do të vjen më vonë, normal sepse nevojitet kohë edhe nevojitet që të paketohet, do thotë, edhe të jetë në kushte optimale, sidomos në ngrirje të thellë. Ndërkohë, kryeimami Koshi thekson se çmimet në treg mund të ndryshojnë, por Bashkia Islame nuk operon për fitim dhe synon vetëm të ndihmojë qytetarët dhe besimtarët. Sa i përket njerëzve të cilët po mundohen që të caktojnë çmime të ndryshme, ne e dimë që tregu është i lirë, mund të vendosin secili për veten e vet, mirë po sigur që Bashkia Islame nuk shkon në fitime, do të thotë fitime të saja, por gjithmonë në shërbim të popullatës dhe të besimtarëve. Do të thotë çdo pagesë që bëhet për kurban. Syri mëson se në tregun e lirë një kurban këtë vit kushton deri në 250 euro. Shukri Quni, antari i nismë social-demokrate në kuvendin e komunës së Prizrenit, ka dhënë dorëheqje pas një aksidenti ku humbi jetën një imitur i qytetit. Këtë vendim ai e mori si akt moral, duke dhënë kështu shembull të një të zgjedhurit të dinjitetshëm që përfaqëson interesin qytetar para benefiteve nga pushteti. Ndjekim një sekuencë të shkurtër nga deklarata e tij. Unë ka vendosur me dhënë dorëheqje morale nga ky kuvend, kërku falje elektoratit tim. Këtë dorëheqje po e bëj pa u konsultu me askën fare. Arsyeja e dorëheqjes është një aksident që ka ndodhur në fshatin e Shec, ku unë kam kërku aty shumë herë në këtë kuvend, para jush, që të vendosen vijet e bardha, të vendosen shenjat e komunikacionit. Fjala ime këtu nuk ka qu peshkush e disa. Mos ma merrni këtë dorëheqje që e kum bë, që më ka thonë kush, as i trop. Vetëm po e lni veten si një akt moral me bë, si asamblejist i asaj pjese, që jam munduar me i mbrojt më shumë si shpirtin tem. Ndërojmë temë të informacioneve me rritjen e temperaturave, shtohet rreziku edhe për vatra të zjarreve në zona të ndryshme. Shefi operativës në brigadën e zjarrfiksëve në Gjakov, Kaçun Lima, bëri të ditur se zjarrfiksët janë në krye të detyrës për secilin situatë emergjente, por ka kërkuar edhe bashkëpunim dhe kujdes nga komuniteti. Ditët me temperatura të larta kanë sjellë një rritje të rrezikut për shpërthimin e zjarreve në zona të ndryshme të vendit. Shefi i operativës në brigadën e zjarrfiksëve në Gjakov, Kaçun Lima, thotë se zjarrfiksët janë në krye të detyrës për tu përgjigjur secilës situatë emergjente që kërkohet gjatë gjithë sezonit veror. Ditët e nxehta sigurisht që reflektojnë edhe me ndezjen e zjarreve. Na jemi të përgatitur si zakonisht. Formën ritërnore, automjetet kemi të mjaftueshme. Zjarrfiksët janë të gatshëm, kështu që na presin vetëm kujdes të kenë fshatarët me zdezjen e zjarrit. Shefi i operativës Lima thotë se rëndom disa zona janë më të rrezikuara nga zjarret. Zona të rrezikshme janë aktuale janë Reka Keqe dhe Lupi Caragojës. Të dy janë më të rrezikshme. Zjarrfiksit apelojnë për kujdes të shtuar gjatë këtyre ditëve të nxehta, veçanërisht ndaj ndezjes së zjarreve të qëllimshme në arat dhe malet përreth vendbanimeve.
Një super komedi e shfaqur në teatrin e Gjakovës, aktorët Art Islami, Ylber Bardhi e Butrin Lumi edhe këtë herë shkëlqyen në komedin Art nga regjisori Bashkim Ramadani. Mbrëm në teatrin Hadisheu në Gjakov u dha shfaqja komedie titulluar Art me regjitë Bashkim Ramadanit, ku luajtën aktorët Ylber Bardhi, Art Islami dhe Butrin Lumi. Treshja aktorëve me ironi trajtuan një pikturë të tërën të bardhë, me shumë situata komike duke debatuar për mënyrën snobiste të paraqitjes së kësaj pikture si vlerë artistike. Po shumë në përbot që ndodh, ndoshta për ata që e kanë pa për shembull një pikturë që u kone bardhë me një banane e cila ka kushtu 8 miliona gjys, edhe e ka ble loçka dhe e ka hungër bananën, domethënë gjithçka është në rregull. Domethënë normalisht si snobizëm, domethënë nuk po shkon tu unal ose tu vetdisu, po shkon si më thon tu shku poshtë më poshtë, që kjo është një shfaqje që është ndoshta vetdisim, tash pak për snobizmin, për disa njerëz që dojnë diçka që nuk është kur gjohë. Performancat me aktorët krijuan të qeshura pafund gjatë gjithë kohës, e aktori Ylber Bardhi tha se në Gjakovë është kënaqësi të interpretosh komedi, kjo pasi ky qytet e njeh mirë humorin. Publiku gjakovar e ka një shije të veçantë edhe sidomos për komedi. Edhe gjithmonë na aktorët kalojnë mirë në Gjakovë. Kështu që normalisht ashtu ditë edhe unë që jam i bllokit të ri, s'kan kom qenë, kështu që po, kom kalu tepër mirë, edhe muj më thonë me plot gojë që ndoshta kjo sonte që ka ndodhur në Gjakovë, ndoshta për shkak të skenës, për shkak të shumë gjanave, ka qenë një prej reprizave ndoshta më të mira që kemi pas na. Ndërsa aktori Butrin Lumi nuk ngroi të shpreh të kënaqësinë e tij të bashkëpunimit me këtë shfaqje me dy aktorët. Për mu ka qenë fatë që më kom pjesë e këtij projekti, sepse unë jam si aktori jashtëm angazhuar në produksionin e teatrit kombëtar për këtë shfaqje. Ka qenë privilegj dhe një kënaqësi shumë e madhe, sidomos me luajt bashkë me dy partnerë të jashtëzakonshëm, sidomos që është Ylberi dhe Ardi. Për mu çdo herë si aktor tash nuk jam edhe shumë i ri, mirë, po çdo herë në shfaqje të reja ka qenë një përvojë shumë e mirë. Shfaqja komedi Art është prodhim i teatrit kombëtar të Kosovës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 13 deri në 32 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti vranet e me diell, me temperatura të cilat do variojnë nga 12 deri në 32 gradë Celsius. 14 deri në 33 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtes, karakterizuar nga moti me diell. Moti me diell parashihet edhe gjatë së shtunës, me temperaturë minimale 15 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 34 gradë Celsius. Për të dielën, temperaturat do variojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Moti me diell dhe vranësira parashihet për të hënën, shoqëruar nga temperatura 15 deri në 31 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti me diell, me temperatura që do lëvizin nga 16 deri në 31 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një titull kryesor të këtij edicioni. Hasi i Shqipërisë e hasi i Kosovës bën bashkë për të nderuar dëshmorët. Edhe përpjekja 26 përfundoi pa sukses. Deputetët vazhduan me avazin e vjetër, votuesi të shqetësuar për neglizhencën.
Një kurban në Bashkinë Islame të Kosovës mund ta blesh 180 euro, ndërsa në tregun e lirë deri në 250 euro. Këtu merr fund kjo edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.